Po të flasim pak për ata persona që janë, e di që shumica nështë pak ma negligjenda në simptomave. Cilat janë ato shenjat e para që infeksionet e zorëve, sepse mund të përhapet dhe në gjithë organizmin pastaj. Po, në gjithë organizmin edhe mund të jetë kërcënues. Mos të harrojmë ta përmendim edhe një infekcion, një shkaktar tjetër me brucellozën, Brucella melitensis, e cila zakonisht përhapet përmes dhijve ose deleve, përmes qumshtit të tyre, kështu që duhet të kenë kujdes fermerët që t'i vaksinojnë, kafshët e tyre, se ka vaksinë kundër brucellës, po edhe qumshti të vlohet mirë, sepse mund të përhapet ky infekcion, i cili shkakton tani edhe probleme kronike deri në invaliditet. Ti përmendim edhe parazitët që i përmendëm më përpara, si shkaktar parazitët përhapen më shumë në për qerë dhe në për shkolla përmes fëmijëve, po edhe përmes kafshëve shtëpiake. Veterinari duhet të jetë i kujdesshëm familja që ta bëjë deparazitizimin në kontakt me veterinarin në periudha kohore ashtu siç ai e sugjeron, ndërsa qerët janë kujdesshëm edhe shkollat ja u kërkojnë domethënë testin e FCS-it për parazit në mënyrë që t'i parandalojnë infeksionet. Këto infeksione janë domethënë me rrugë fekalo-orale, domethënë jashtëqitje gojë, në qoftë se i flasin një personi i cili ka kryer nevojë, nuk i ka pastruar mirë durët, pastaj na para ushqimit nuk i pastrojmë, atëherë mund të infektohemi me atë. Edhe tham ishte infeksione me protozoa që ishte entamoeba histiolitika, gjithashtu mund të përhapet kjo përmes ujit të papastër, nëse pini ujë nëpër burime, nëpër kroje, dikun nëpër male, po ata rastin e një familje që ishin ciklist, edhe ata ju rastis me shku kilometra nëpër male të ndryshme, edhe gruaja i dul me ameb, me entamoeba histiolitika, ata nuk kishin histori prej kanë mujt me marë, unë më interesova, se zakonisht, po me një anamnez, zakonisht qofse udhtojnë njerëzit në vende tropikale, janë disa vende endemike që mund është me infektu, po këtu të na jo, atër tha, na udhtojnë me bicikletë shumë edhe pim ujë, edhe ishte ajo mënyra e vetme se ata si kishin mujt me u infektue. Interesant. Posa ta kemi infeksionin, posa të dëpërtojnë në organizmin tonë, atëherë janë disa orë deri në disa ditë ku mund të shfaqet infeksioni. Infeksionet e vrullshme, kur na kemi marrë shumë mikroorganizma, qoftë virus, ose bakteri, ose parazite, atëherë vjen deri te shfaqja e një gjendje të rënduar. Pse? Këto lirojnë toksina në gjakun tonë. Depërtimi i toksinave në gjakun tonë e shkakton një gjendje të përgjithshme të rënduar. Ndihemi të lodhur, të raskapitur. Pastaj fillojnë dhimbjet e barkut, të cilat janë zakonisht në formë të shtrëngimeve, të cilat shkojnë edhe vinë. Simptoma tjetër është mundimi për vjellje. Simptom tjetër është, nëse infeksioni është i rëndë, domethënë fillojnë vjelljet profuze, e të disa infeksione shoqërohen edhe me barkëqitje të holla ujore, që shpesh mund shoqërohen edhe me mukus ose me jarg, e në infeksionet e rana, për shembull, të disa prej këtyne salmonella ose campylobacter ose escherichia coli, enterohemorrhagica, mund të jenë diaret me gjak, që janë gjendje të rana. Mas andej shkaktohet edhe një gjendje me ethe, një gjendje me temperaturë. E për atë, domethënë, simptomat e para si të shfaqen, me njëherë duhet lajmërohemi te mjeku, sidomos këto me vjellje dhe me barkëqitje, sepse mund të dehidrohemi edhe pastaj shërimi mund të jetë ma i ngadalshëm ose edhe ma i vështirë.